Presidenti serb Aleksandar Vučić është përplasur me kryeministrin e sapo zgjedhur të Hungarisë, Peter Magyar, pas një deklarate të bërë nga ky i fundit, se lideri rus Vladimir Putin i tërheq fijet edhe në Serbi. Magyar nënkuptoi se Putin ishte kumbari pas miqësive mes ish kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili humbi zgjedhjet, kryeministrit slovak Robert Fico si edhe Vučićit. Duke folur për televizionin shtetëror serb, Vučić sfidoi Magyar që ta thoshte emrin e Putinit, jo me nënkuptime. Ai e cilësoi deklaratën si të papërgjegjshme, ndërsa shtoi se nuk dëshiron që t'i dëmtojë marrëdhëniet me fqinjin hungarez. E di saktësisht çfarë po ndodh në Serbi dhe gjithashtu e di se çfarë lloj lidhjesh ekzistojnë mes qeverisë Orban dhe Serbisë të drejtuar nga Vučići, si dhe mes Robert Ficos dhe Viktor Orbanit, po ashtu e di përafërsisht se kush qëndron pas tyre, kush është kumbari i këtyre miqësive të mëdha, deklaroi Magyar në një konferencë për shtyp. Në përgjigje të kësaj deklarate, presidenti serb tha: ai tha se e di kush qëndron pas marrëdhënieve mes Orban, Fico dhe Vučić, po e pyes kush është. Hajde, le ta thot, ai nuk ka asnjë ide, duke lënë të kuptohet se mund të jetë Putini. Nëse nuk do të shqetësohesha për marrëdhëniet me hungarezët në vendin tonë dhe me vetë Hungarinë, do ta quaja deklaratën e tij të pamenduar dhe të papërgjegjshme, tha Vučić. Në të njëjtën konferencë për shtyp, Magyar foli për zbulimin e eksplozivëve pranë tubacionit të gazit Turk Stream në Serbi, afër kufirit hungarez, duke i quajtur atë një operacion të dukshëm me flamur të rrem. Gjatë fushatës zgjedhore pati një operacion që dukej si një sulm me flamur të rrem të Dielën e Pashkve. Qeveria ime e ardhshme do ta hetojë saktësisht se çfarë ndodhi, edhe nëse rreziku ishte real, tha Magyar, ndërsa vuri në dukje se nuk përjashton që ai përbënte një kërcënim të vërtetë. Ndërkohë Vučić tha se hetimi do të përfundojë dhe gjetjet e tij do të ndahen edhe me Magyar. Këto gjetje do të tregojnë se ai gabon që u beson thashëthemeve të mediave tabloide.